Me tonin është shumë vështirë me punu, sepse është shumë kërkues. Kjo tregon edhe ku kemi arrit. Nuk nuk t'len me e uzu as rrugë suksesi, me herë e ki cakun tjetër, edhe kështu kemi funksionu. Do me thonë, ai ka kërku shumë prej neve dhe na kush ka qenë gjendje me jep atë çka ka kërku, ka arrit nalt. Kush mbrin me i bo ball, njerë sfida e parë aty në stërvitjet e na është toni. Arrite me funksionu me tonin, arrin gjithçka, është shumë kërkues. Kemi presion të madh, prej kërkesave që ka në stërvitje me jep më të mirën jashtë saj, po ata që arrin me kalu sfidën me trenerin, përkatësisht me tonin, atëherë besoj që arrin edhe me arrit shumë nalt. Duhesh me kuptu, edhe me di që e ka për të mirën tonde, një farë forme edhe me arsyetu, edhe kush e ka mirë. Ka penalizu dhe njëra. Thjesht mos me dërgu në një stërvitje, në një kamp, apo diçka në qeshëm sepse i di që i ka dhe këtu taktika. Po. Shumë, sidomos kur kam qenë fëmijë, po edhe kur e kom pas lëndimin e parë. Lëndimin e parë edhe e pata para lojrave olimpike, ishim të u përgadit për Brazil. Kualifikime vetëm une të kualifikume, kemi qenë veç unë edhe Majlinda, edhe unë isha e lëndume. Shumë prej ushtrimeve nuk kom mujt me i bo, edhe shpesh do me thonë më ka përzu prej stërvitjes pse unë s'po mujt me bo. Thësha, po gjej diçka një ushtrim tjetër, do me thonë as nuk doj ke me pranu që unë jo me lëndume dhe nuk po mujt me bo çka i po kërkon, sa që ka thonë jo, del prej stërvitjes. Do me thonë këto tregon që sa vështirë është me u përballë me to, na nuk kishim një fizioterapeut, një mjek që tregon, po që në rregull, kjo është nuk po mundet me bo këtë ushtrim, gjej diçka tjetër.